imamen ata që vishin me kostum kadife. Po. Dhe ka herë unë them për shembull që gjithë ata që vinin nga rrethet ishin gjithë bollizuar. E mamen se çfarë disniveli ka qenë. Kujto shumë. Po mirë valla, ata vishin në Tiranë, edhe pjesa më e madhe e tyre u shkrinte. Me që vetëm ato prototipat që më voni pam të gjithë të PD-ja, ata nuk u dorëzuan asnjëherë. Që ishin sekretari një në parti. Sekretar partie, ata nuk u dorëzuan asnjëherë. Ke gazeta, e kishin babën kryetar policie, ke gazeta zëri nis me Holtën. Kupton? Ata nuk u shkrin asnjëherë me ne. Edhe po ta shohësh edhe sot e kësaj dite kush është Tirana. Të mosh atë ligat e Kamzës, ka ardhur gjithë veriu, Ti nuk e mend se kanë qenë vitet 90 ose viti 2000 deri në 2010, e kupton? Ose gradualisht ta u shkrin dhe Tirana e vogël, siç e kemi paston ne, Unaza e vogël, Unaza e madhe, filloi të asimilonte gjitha njerëz që ishin sa 2 fishi, 3 fishi, 4 fishi, 10 fishi Tiranës. Po kush i asimiloi ata njerëz i bëni qytetar? Forca qytetarisë. Dhe të gjithë u bon biznesmen. Të gjithë u bon njerëz lirë, njerëz që vrapun, kush nuk gjeti mbështetje këtu sigurisht që iku jashtë shtetit, po janë gjithë njerëz të suksesshëm. Janë suksesshëm pse? Sepse Tirana t'jep shumë energji, siç më dha mua në New Yorku kur erdha parë që knoja me ty, që nuk e kuptova nga vinte gjitha ajo energji. Dhe të gjitha njerëz që kanë rrugtu për të ardhur në kryeqytet në vitet 90 kanë marrë energjinë tonë syç, energjinë e Tiranës. Kupton? Qytetarinë e Tiranës. Dhe ja ku është Tirana sot, kupton? Dhe unë nuk jam dakord që njerëzit nuk janë integru ose janë dy fashe njerëzish, një pal njerëz të PS-s dhe një pal njerëz të PD-s. Unë nuk jam dakord me këtë pjesë. Nuk jam dakord me këtë pjesë. Unë jam dakord që janë një fasho e njerëzve që punojnë, një fasho e njerëzve që janë integru, një fasho e njerëzve që bëjnë përpjekje, një fasho e njerëzve që kanë forcë të shohin të vërtetën sy, të shohin punën sy dhe t'ja bëjnë provën të vërtetës nëpërmjet punës. Dhe një fasho tjetër që janë nomenklaturë e atyne xhaketave kadife që nuk u dorëzuan para viteve 90, nuk u shkrin me ne dhe mbeten fanatik të sistemit dhe ata njerëz drejtun të gjitha strukturat e shtetit nëpërmjet PD-s. Ishin gjithë njerëz të kap, ishin gjithë njerëz me dosje, ishin gjithë njerëz me kursin 3 mujor që ishte bo razumeja se kush është baba, kush është xhaja, kush është dreqi, kush është i biri, dhe këta njerëz hynë dhe mbajtën peng Shqipërinë. Dhe këta njerëz janë prapë përballë dhe kanë kuraju dhe duan të ballafaqohen në të vërtetën për të mbajtur peng Shqipërinë. Dhe ky është problemi. Si ka mos një pakic mbajti peng gjithë Shqipërinë, mos është dhe shumica që Syç e keqja djalli. Syç e keqja duhet shkull. Nuk është shkull akoma.